Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Ka ngjarje në histori që nuk fshihen dot nga kujtesa, sado që vitet dhe dekadat ecin përpara. Për Kosovën, 15 janari i vitit 1999 mbetet një plagë që ende pikon gjak. Është dita kur fshati i Reçakut u kthye në kryeqendrën e dhimbjes botërore. Dita kur 45 civil shqiptar të pafajshëm u masakruan mizorisht nga makineria shtetërore sërbe. Një krim makabër që zgjoi ndërgjegjen ndërkombëtare dhe ndryshoi rrjedhjen e historisë sonë përgjithmonë. Për më shumë se 2 dekada, të mbijetuarit dhe familjarët e viktimave kanë jetuar nën peshën e 2 fish të dhimbjes. Asaj për njerëzit e humbur dhe asaj të tmerrshme së mungesës së drejtësisë. Për vite me radhë, ekzekutorët dhe urdhëruesit e tyre kanë jetuar të lirë, shpesh herë të paprekur edhe nga dora e shtetit. Por ditët e fundit, ky realitet ka marrë një kthes të fortë. Arrestimi i 5 personave të dyshuar për pjesëmarrje në masakrën e Reçakut ka rikthyer në vëmendje një pyetje të madhe. Apo troket më në fund drejtësia e vënuar për Reçakun? Apo vjen dita që dëshmitë e gjalla të përballen me ata të cilët e kanë kryer krimin? Sonte, në emisionin personale, për të folur për këtë zhvillim të madh të drejtësisë, për të kujtuar atë ditë të ftohtë të janarit, por mbi të gjitha për të dëshmuar se kujtesa nuk vdes kurrë, në studio kam të ftuar dhe kam nderin që kam të ftuar një njeri që pa vdekjen me sy, që humbi më të dashurit të tij në ato kodra të përgjakura dhe që është dëshmitar i gjallë i kësaj masakre. I ftuarim sonte është zotri Eram Shabani. Mirëmbrëma, mirëmbrëma, dhe prime. Faleminderit shumë që keni gjetur kohën pra që gjithmonë të përgjigjeni ftesave të televizionit, duke gjini dhe pashtu dhe medjave të tjera që cjellni rrëfimin tuaj me qenë se jeni dëshmitar i gjallë i gjithë asaj që ka ndodhur, pra që e përmenda edhe më herët, masakrës së Reçakut, që bëri një kthes kogja të madhe për të shkruar historinë e re të Kosovës. Faleminderit. Sot pas 2 dekadave, pra kemi ditëve të fundit një lajm shumë të rëndësishëm, pra është bërë arrestimi 5 personave të cilët dyshohen se kanë kryer, pra kanë marrë pjesë për të kryer masakrën e përgjakshme të Reçakut. Si e keni ndjerë pra këtë lajm ju? Ju falenderoj juve si televizion, si gazetore. Na mas për 27 vjetë, na kena pos për çdo herë dëshmi kena dhonë, nuk kena pos asnjë të arrestuar, një kena pos mos gaboj me vetë, u kanë pas dënu një Serb për masakrën e Reçakut. Tjerë nuk kena pos. 27 vite na kena pos gjithë dhimbje edhe kujtim. Dëshmitarët për vdesin, prind të atyve të vrarë kanë vdekë gati gjithë. Nuk kanë mujt me shiju pak një arrestim, a një dënim qive që kanë bu, Serb që kanë bu masakrën e Reçakut. Na kujtojmë masakrën e Reçakut që kura ditë që u bo në të nënën suku që jenë 2006. Aja ditë kënë ditë e janarit e fteft, jenë akon civil gjithë jenë akon parmatësër. Fshati u konë gati për gjysë i me popullat, për shkaki që u konë Bajram me ngatë. Edhe ju në këthuj familjet për Bajram. Une, në aqpije në Sadikas Monit, në konë përmi 30 burra dhe gra. Në fshati gjithë cep ka të vranë, gjithë cep fshati ka gjendë të vranë, e të masakruar. Si t'ja nisëm prej naltë pej mahallës të Meneviqa jeti, të Beqavet janë 4-5, të Vrella, gjithë pjesë e fshatit është që masakruar. Me 15 janar 99, në 15 shtatë kanë krizmat e para. Unë e më konë fjetë, orë në unë më ka unë qu se po gjujnë. I këmë thonë në unës se aja plakë, i këmë noa po gjujnë me të moja me të vogla. Më lojnë tha me të moja, tha vik më s'del në pra barë, tha se po të rrugë në granat. Edhe apet orë, tha qu, tha lojnë, tha se e kanë për një me, tha kësi. I më dollë në bërë, kur i më dollë në bërë, i këmë një fshatin të granatu në gjithat pjesë.
Pra ka qenë forme organizuar. Forma, ata kanë pranu vetë. Kem na, se po dolëm të pe kësoj pytjes në atë pytje, na kem vetë që e kanë pranu ata që kanë thonë asë qatë nuk kanë le. Edhe u konë në rinjët që kena jetë shumë ka dole se në atu që përna një ndikosh. Aja u konë nuk u konë organizu në 2 det, 3 det, aja u konë shumë det. Se u konë shoti i rëdhekun na i thëmë terit e guri bagdosh. Pra ju nuk e keni kuptu asë një moment? Asë një moment nëse kena kuptu. Në asë një moment që jem të rëdhekun. Se në kanë rëdhekun neve prej një fshotit Belencë, ashtë nga të neve, edhe e kanë qitë rrethin krejt. Ato jena dolë në Sakak, im zatet me bacin Sadek edhe me bacin Lut, shka u bon vëlloj se di. Dhe na të rej kena pas thirë grot me orë për Bajram më shpe. Edhe një telefon e ka pos bacin Sadek i kena thirë më sajti. Nuk kena ditë kam ja mojt, i kena thirë e kena pos një numër të verifikuze që në unë frizaj shtime. Edhe i kena thirë ata e në orë të nështime, kanë thonë, kërë në orë që jenë rruga për Rëqak, kanë thonë nuk përnalon sërt me hi, gjenë në qysh dane. Ata i ndollë tani të trofa na i thëjmë në shtime të gishtajt, edhe për cjellët fshote i këtë. Edhe në orë dhe të, jena të bu, për tjetë pjesëve të fshotit jena të bu të Baci Sadek, se u kënë shpia me pëdrëm në të këva, edhe moli u kënë ngatë. Edhe atë jena të bu grot veç burrat në shtollë. Pra jeni të bu vetë? Vetë jena të bu na. Jena të bu, s'ko gjenë që në orë për jasoj ma hollët që manga të ka pos me dollë në fshatë Petrove si që orë ko. Të na, vish koki i moli të kune dhe për qata. Jena të bu atë orë Ragib Bajromi i ndjera shëtë, edhe orë tha Roma, tha, i shordhajnë, që shi kjena posa të rejkat vëgla, tha, i kum një shkitu ne për ma namë në neve dave atë, tha, do të me ikë, tha. Unë e kum morë qikën që që kum posë të vëgël, një bërem djollin e Baci Sadek edhe aj me ikë. Pre plumë më fqatë gjujtet moje që ka posë, unë me qikë së në kum kësy gordin, e ka kësy Ragipi u dollë. Unë më kësy me bërimin edhe me qikë apet, që të rrëtlu se në kom ju edhe e në orë të shpia. Një pjesë që i kene kom shtini, kena met na, unë e bërimi atë, gjujshim, so kanë mujtë, edhe për thamë bërimi të hajde hypëm të avanë. Në ka po një shko, tha, gjune, tha se po hypë një snajperes, tha, me jokën e të zezë. Unë s'kishtë asë snajper ka s'kur gjo. Sërbishtë në digja i thash bërëm shdrëp. Thash, pse? Thash se pëthujnë qështo. Edhe në hi të grota dhe të thmitë kërë në për drëm tani. Kërë në hi Baci Sadek, thash, shka u bo, thash, vëllove, thash, e në rrëthëku krejt. Në orë, në kanë qitë jashtë, burrat, mu me Bacin Sadek, më Failin, burimin, edhe Bacin Lut. Edhe në këqëshin atë letër në jem, në rehen, Baci Sadek tha ku në shpia, tha jamja, më lëpshin mu, kujtë ishin që jam të avanë, hajde tha hypëm të avanë. Më kanë rejtë e u thy druni. Ju e keni pas edhe vajzën e ju të vogël me vete? Vajzën e bos 7 vjeqore. Pra edhe në sytë e vajzës ju kanë rejtë? Po, edhe në sytë e vajzës atë në mënës. Mle vajza, steke më të tërhjek për me je, ja kanë pas do një flakaresh. Edhe për piskosi në unës, në unë për dhe ta, lësheni tha, shkapingu, adhe tha se janë pa fajshëm, tha qëtë një ormet. Tha me pas posë orme dhe, ti tha su një kishe rej, tha, gjëta burra. Edhe në rejnë, krisi radiolidhja, për thët, shef, se si kum një oftë në, se s'kum posë punë me ta, tha, komandera u kry punë në shqip, për fëlli, aja kishko me në qëtë në qoftë, ta. Tha, po, tha, o kry. So janë, në një haj, tha, përmi 30 sërbesht, edhe hec. Tha, që në kom, qysh kesh i pari, me jeta i mromi. Edhe tha, shka një përpjeta të ushtria. Në ta shti përpjeta, duhet për mropa gjitha, dhe me shku përpjeta.
Kur E me vajzën tuaj, çfarë duhet? Vajzën e keni marrë me veti apo e ja, murë nëuna dhe në pëdrëm, ishtenën në pëdrëm, burimin nëunën edhe vajzën. Po, pra ata i kanë mbyllën pëdrëm, të erin mbromje, të e kanë thyni dritore atë nëuna. Kanë dalë vetë. Po, me dëdën sadije me ta, e kanë dalë vetë. Edhe, kur këshyri në përmropa nuk në vinë për mas, thash, o e djemë, thash, shkep në thash, që mos në avronë me një plëmbile. Se rani shumë një, edhe në shkepi, basadek, më ka prit me bacin lutë, qka u bon ropë, thash, qështu, thash, pështu, se na kur dalë shumë që aty përpjet, e di shumë që i pështu. Se këna pos në gjithë të në të ime, që këna ikë, gjithë këna pos granat të ime, pra ka qenë ai mali që ju ka shpëtu gjithë po gjithë më unë, që aja kuadra që i thujmë, ta kuadra bebushi. Edhe këna shku përpjet, unë e kumë pi do unë në fërt, edhe më nëllë me një vani, këmë thunë, hajde dhe zëmë ka një cigore. Aty një dëve, ja, tha, romë, tha, po shkujem, ta i lugi, ku shije në vronë, tha, të pepim. Edhe e në shku. A i kena dhejës, as i kena dhejës nuk e di, u doli për u letë, suku për qëtu, për që ati. Tha, shka pret një jo sërbesht, edhe ka që. Që a i grupi madhë, që shijet ma në altë, që ta pëlles që e kanë vro bacin sadek edhe bacin lutë, nuk i kanë mundë sa ta. Qfar me të dhe kanë po se ata ishin kënë pozicionun atë krejt. Qfar me të dhe kanë po se më nabon nuk e di. Foti juen, apet po do të me dhu, që o nala. Edhe one ku mi ikë të pësht, tani i në vro edhe 7-10 mas me, ma shumë. Shka u moro më e këni bre, to ikë, to vro, unë në për të isha, këm pos kryte qonë, që të e këm pos prej drunit. Edhe këm desh me shku të shtopi. Të shtopi i ushtrijes të vetë. E keni pas ofër, a? Ofër. I thëmë në atë vrejla. Kur këm desh me shku atë, shtopin vëq dyrë të shtopit i këshin kollë dhe kuzhinën, të ma kalëshu aftë të blintën. Se unë mi morru shtorët me ordë. Mi unë dimu. Po dhe ndim. Kër e morë dhe atë, se ditë që jena blokë po ashtu, kër e morë dhe atë, i më këthuj apet. Ma ka lëgjuaf të blindën, s'kum posë drejt apet e ta. Ta është i pse pështu, tha. Ish pytja, që ishin qasaj dhe unë ishin të full, unë ishin piskobët. Pra aty nuk ka qenë asni ushtari u qëkës, gjithë kanë qenë largu. Gjithë kanë qenë, se tash me ranë, ti të regaj bile një gazetor, një kolege ju, tha, po më vja interesant që shpja dhe amnin e qëfar plokë kanë posë, tha, kretë, tha. Tha, shku ta preksh edhe vërtetën ta fëllë. Edhe, u bo nisi, mu bo mromje, edhe nesën më tërhikë. Më thonin kun 10.000, tham pak. Qashtë rrëth me je, shusëm po që i nuk e di. U tërhekë, na i thujmë të vrejla. Edhe, asoj rrugës të kënu, shqepe sërbesht, u tërhekë. Ja nisi Ramazan, ja nisi hoxha me thirë azan, për i ftorë. Hoxha ishtime se ju nisesh, se në s'kishëm hoxha. Edhe, për tham, nuk për desh ka u bon këtë thirë azan. S'disha, kur gjo. Dhe disha që ka u bon dhe, ajë, thë më marrë kemene që pëde e lajtë që pëdi jone. Edhe nisi i kontrollaj krejt. Isha qësh, pa masakru. Vëllavin së në qoj. Edhe rakipin. Thash pas kanë pështu. Pytja dikush ish me pështu. Erë boba, se edhe boba këmë ka vdek, tha, bajrumshin e gjeta. Dhvronë, tha. Tha që bob, edhe na be kemë vro, se u duf këtë di, në shka me thull. Edhe pely për agipin, në janë aty në mal janë do rrugë, kur shkaja i vetë, i shkon që atja. Baba juj ishte atje vetëm ullum, apo këndet akut? Bobën, në një 4 këna pështu tani, u bashkum, se kur i kun piskotën që i jem të rëthekun, jena shkep, tani mu si cëllim e pështu vetën. Vetën, po. Edhe boba me bacin Bilale, me bacin Ymer, me bacin Aleo Olen.
Se i po në 30 vetë gotit. Shka me po, unë halo e lëpësha majri gjisha, e lëpësha Ragipin. Kur shkajt e Ragipi? Se Ragipi ka dollë një 2 orë para neva. Vlajuj. Ja, qaj kusherini. Vlavi ma poshtë. Kur shkajt, kishin hongra të, kishin pije, ja kishin thuju dhamte, ja kishin shti kapuqin në gëveja, që mos me piskot. Ja kishin i ekzamën, o zëtërumi me atë. Pra e ju e pat ashtu të masakrum? O zëtërumi me atë. E ku ma fru pak, e ku më ngrej gunjen. Hajde, ta shti. Shka u bon, ka shoda gjeta dhe Ragipin. Po, atë vijim, thash, e hejtë më sajti, thash. S'kishe shka me orë. Aty me bobëse, aty me kushere. Thash, unë ka me hinë katon, të shpija, thash, të grotë. Jo rëni qiko, thash. Thash, se në unë në... Kreti që më të ofër, na e më katon i ofër edhe më olli. Këtë ofër, thash, do të me kështu. Kërë të rru, ju nërë verifikust, e kanë posë të droma, e kanë posë do pizgavera që i ka posë Serbia. Po. Edhe kanë piskot grotët minë, se kanë ditë, shka është. Edhe thash, ju më këthy. Për sa ka ndodhë, pra gjithë kjo masakër, pra sa ku ka qenë, deri sa ju keni shku të shtabi u që kësë pasaj kërë shtabi u kënë nga të të se këmë posë vijin a i rrë largune, aja ka ndodhë, thash me orë, nuk mojë më të regu. Për afërsisht u kënë ura 10, teri, logarit të teri, u thira zoni, ura 4 pelo. Ura se, edhe me pas posë, ura s'kena posë, nuk të karonë nërman me këshyrë. Edhe, thash i morën edhe grotë dhe thminë, shka ka me lypë më me hinë rëqak. Shka ka me lypë më. E më këthy, thash gjalloj, thash po këthej hom, thash se i morën më duket piskatën grotë dhe thminja, thash i morën, thash. Shka ka me lypë, ju më këthy. Thash ishë problemi me bona levizje ishë problemi. Se, u që këja, ata se dishin malë ka, shka bojmë tek, bojmë, thash. Që të po bujmë, mësë bojmë levizje. Tani... Pa furtat e Sërbis pas ta janë largu? Janë largu, dollë në qesë, në pëtë gishtoja, në shkep, tani në shtime, ka i kanë posë... Edhe gjithë ata të vrom t'i kanë lonë atë, e me gratë me fmit pasaj që kanë Ma gratë me fmit, të erin më njësë nuk më ditu në kur gjë. Po. Në më njësë, e në shku verifikus, i kanë thonë në unë nëse dhe sadi, i kanë thonë që shtë bre që ne i kanë morë, ta me siguri e kanë për cilë për ati e gjandit. Thë që po shkojmë bëkqyrë më stacion, i në shku, më dojë tha lëpni i kështonë kësaj dhe se nuk janë në për stacion. Më njësë, ku morë vesh që jëmë zatet me në unën, me ata, me qiken, që i kanë pështu. Dhe da tani, jënë orë villan vëkheri, hordë, jënë orë verifikus gazetarë, që është dhijet, tani me 6 majtë, e karoj 6 majtë, tani në mërë me i kena të bu krejtat atë vronit, që është në gonë, ka posë, ka pak të krejes, pas zamër, pas sy, i kena të bu, në ka një mu fshotet, Petruvë dhe Mëllapëlc, i kena një mu, i kena për unë gjami, i kena rënit që për mi vërrës. Po. Dhe 7 majtin mas ditën e nërë verifikus, ta do të më largu, tha për fshotit. Verifikus ishin ndërkomtar, apo ishin? Ndërkomtar. Tha, do të më largu, tha se, po dojnë, tha, Marica, shka u konë marka veç, tha me bon, mi këqyrë. Nuk pranumë, o henen me forca. Tani na 3 ditë këna pos luftime. I kanë morë për gjamiës, i kanë qumë Prishtinë, i kanë ngreje zhak në për spitole, na teri me 1 majtë shkort, këna pos masakër. Pra kanë vazhdu pastaj? Jo, kanë vazhdu luftimet na që i këna po të ofri të në për spitole të ngreje zhak. Tani me 10-ina, me 9 në orë kanë thonë, thëshin, do të me vërës pjesë, e kush të e ke? Sërp, po. Të ishin, jo, me vërës troq, në e në konë, do më Petruvë, më shatë Petruvës,
baci Metosh, baci Azizi, Agimi, Ademi, Ane Shyqa. Edhe Feme Mujota, Rushdeja Shori, Shukri Buja, Qërgjizi, edhe nuk pranoj shumë. A kemi vërrës gjithë në Rëqak, a heq. Nërgëmëtor që ka ishin vishin, hajde, tha, mi vërrës, pra gjithë në Rëqak, mi vërrës, tha, pe më ngjesit të jerin kotër. I kryni që ka i kryni, i vërrësni, so i vërrësni, tha, në kotër, na ka një mund, i falendrujmë gjithë fshatrat tani të komunës, i kena vërrës me ku, edhe tani pak një fara atije kena posna që pëdim ku jem, i në gjasa ide nuk gjindët sët, e kanë morë policia, ka po nëna më dhe da sa di, kur e kanë shtin në Pizgaver, edhe sot vërë i soj, është i hopë. Pra, kjo është prafërsisht në gjarja që... Ati se na me folë që thotë... Sigurisht që është shumë më e gjatë. Pra, ju ta që, sepse ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme edhe ardhja e William Walkerit atë ditë, sepse kjo pra e bëri edhe e ndërkombëtarizoi edhe masakrën, jo vetëm masakrën e Rëqakut, por gjithë luftën pra që ndodhte në Kosovë. Si i takuat atë, si ishin ato momente kur ai erdhi, pra keni pasur ndoshta rastin që të bisedoni, t'ja tregoni si dëshmitar asaj çfarë ka ndodhur? Qatë dita nuk kena pos, sa e po, qatë dita nuk kena pos kur gjosh ka bisedojmë, se unë nuk dhe ishta fort me amna me hi, sa si u him shotin Rëqak, e ka po bacin banosh pa kryhe. Sot nuk e ko kry, tash i vërës pa kry. A i ka ho është masakrë qikja. Sa atë ku, me siguri ka pos për mi gjatë e 50 bacin banosh. Edhe kur i ka po ata krejt fshator, pleq, thmi, kur i ka po parmatusër, a i ka hun masakrë, sa i njëherë, u konë si për sërbë, a i konë, su kujtë, na dhe me pos, dika nërmjetë qëto. A i, se ke njoft as te që të unë me disa asor nëse këna njoft. A i ka pos me fuel vishë realitetin. Edhe, a i ka fuel realitetin, tani na nuk e kena boman që Rëqoki pe sjell Rambojien, pe sjell pavarësien e Kosovës, e nuk po dënuat kërkosh. Sakt, po. Kjo është. Më trego, pra, prej kësaj, para se të flasim për personat edhe që janë arrestuar dhe për drejtësinë në përgjithësi, si e spjegoni këto, si keni arritur ju që të shpëtoni, pra? Qore, sot kur e kujtoni pas 2 dekadave. Puna për e njës është shumë me modhe, i shumë folë ti, se që aty me hon po pështa njëri, se hu me ropi balonit e ka pështu dikosh. Qaja është. Puni këm pas një të njerë pleq, se më karo shumë me najnë me pleq, të ishin gjokit i që rënë sëtë. E besa që, ta është i spëdi me metra, unë i këm po, i në kundë dë grua pa të qevit, të njerë, që i ka bo qatë të ju më kundë qështu i ronë. Cigorët i këm po s'ket fijem fitil, gjeje pa të shpun. Në trëpë s'këm po s'vish kry që me drunë që më kanë. Në rëpë e këm po s'plumin. Puna e peranijës nuk dijet, edhe që sigurisht më kalon zëti, edhe për që ata se së dras vdekje kam vallohi. Një kusherim ka dek mund me këshyrat. E lërsojmë shumë edim dhe e keni gjithë kuhen me artë. Po, edhe këm gjithë kuhen në majmollë jam familje, këm gjithë kuhen një morë, për që ata se e këpona manë kur fuela me ty, thaj më kalon peranijës me siguri me fuel për ta. E vërtet edhe kjo është për që të këtë dëshmitar. Unë, kur ta baj manë, së ku një unë nërkucuhe, që shë vetin i në shpitonë. Unë, ta është i shpesh baj laf me dëshuk. Unë shkat jetoj këtu 26 djetë, i kam 26 djetë i kam unë. Nuk i kam gjatë tjetë. E vërtet. Sa antarë të ngusht familje suaj na është problemi të na më fshat që e kem bjamnin shumë në rrugun, 11 jem na familjarë që do të me pos një mbjamën. Do e kem aty Ramadoni, do Shaboni, do Asmuni, ti logarit baba jam u thirë na më në babgjyshit vetë. E na jem një familje. Po, një familje jem një majtë. 11 antarë.
kem aty, bacit Haji Faikit janë 3 djemë, bacit Milajem 3. I kem shumë familje ka 3. I kem vronë, bacit Shiqeria Ismolit me 2 djemë. Bëjtë shumë kem familje me ka 3. Si vlerësoni edhe gatishmërin në ato momente edhe pas kryerjes masakrës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës? Ushtria çlirimtare e Kosovës, na kur ta përmendim ato, shumë gjë do të më çu, krejt, jo shumë, gjë do të më çu kom. 3 ditë, 3 net ka luftuar me një makineri tron Serbisë, edhe te e nor verifikus Shukri Buja ka me dek me krejt ushtorët, e milion me morju. Sot na muj me folet, si për Shukrien, si për Hashim Thosin, si për atjetërin. Do të më tut, unë jap dërën për luft. E për liri, të vetë, vëllohi, dicja diçka ka morë me lajmëru s'kuset që morë qëtë. E na shumë jem, edhe po tutna që mos pe hupëm. Pavarësin, po Pavarësin. Pse nuk po e dim vlerën asaj, e kemi haru. E kena haru. Që atë pyetjen që ma qitet e, se Bamaki nuk ish lidhë kur qysh që ma qitet e. Kush nuk i respektan, kush nuk në respektan një cigore dohan për mërshambë. Veç unë e kumë bo, veç të... Qore, unë kam qef sot me kumë nga në tashimin no, kumë pos qef me dhe esë luftën. Nuk kumë mujtë. Do të me konë fatë, me konë hokë. Do të me pos fatë me dhe esë pavarësijet. Fatë, mo ato vi njëherë njetë. Njëherë njetë vi, mo nuk, na edhe isholla dhe thminja të në nipa të mo nuk e zonë. Se vi që jam një luft në shikeqë. Shka se kanë pravu, shka nuk e din, të kujtojnë filmator kjo është. Taj mi dollë me një blovoqke, me një automat mi dollë. Tankës, dhe li morë, mu së më zgudzan më dollë të. Edhe sëtë, është hajnë, është në të rembor. Mune. Po, e vërtet. Mune. E vërtet. I piksoj studjes, i baj lutje, mos lujnë me gjak, dvronëve, dëshmurve, marterve, edhe me gjenë që e ka nuk heqë pavarësien, kur nuk të ka shqitë në Ramboje, kur nuk të ka shqitë në luftë, sëtë në liri zgudzan më të shqitë. Edhe sërbë me konë zgudzan më të shqitë, sëtë. Se quen pëple e kopën zhak. E te taj pytet të tua më folë. Po, jo, sakt është. Qëfar keni bërë pas ta ju pas luftës? Pra, si ka qenë jeta juaj, si u organizuat pas përfundimit luftës? Pas luftës na si fshat, e na organizu mirë, e kena morë vetin mirë, shumë mirë e kena morë, nuk kena pos probleme, kena mujtë me pos probleme, nuk na ka nimu si fshat, e edhe sët nuk na nimujnë si fshat, nuk e di ku është pengesa. Një Serbi merë 170 euro, familjet të tëne i murë 170 euro. One, e shëkët e me, edhe shka kanë dekë, kur si të pështunë të masakrës nuk morin a një trajtim, nuk e kanë posë kërë. Unë e Bamaki nuk jam javë me nënë, se të mija mu kanë rritë sot, me një pa me mesa. Kush nuk u mirë me neve. Na jem të mirë në zgjedhje edhe për 15 janar. E mujnë rëqokin Mekë e Medine. Për nëryshe, vjen 28, vjen 17 shkurë të bilek, komuna vinë, bilek 8 majtë, bilek sjopin selam. E kur vje, zjedhet, apo për vjetori, na fjallë mira kemë sot. Vetëm fjallë mira. Pra ju një zhvillu edhe si fshat i dalë prej luftës, pasaj edhe ju personalisht prap me forcat të juaja. Mi qu që ata prindë që në vrohë krejtë. Mi thonë fëmija juve i kanë bëjtë këto shpija, këto makina, nuk besojnë asë një. Krejtë janë jashtë. Se nësi fshat janë akon prej fillimit jashtë. Neve s'na ka dhejsh pushteti i kalunë edhe këmë duke këtë qështu. Si kena posë në në këtë titës nuk i kena posë asë dhëtë punëtër në Ferizaje në Prishtine. Si kena posë. Neve si fshat nuk na ka dhejsh të kërë. Kur farë pushtetis në ata. Sigurisht po shki keranë ke punë. Se ka desht i pori, mos ta desht edhe i dyti. Pra një ndërtu vetë. Vetë, a në ka një mune të pak do shëqota të zënë. Sot me orë në rëqak, këte thu, far luftë s'paska. S'paska post luftë. Sa shumë është ndërtu? është ndërtu vetë,
kontribut. Sa dhe kem një shoqot në Zvicër, edhe ato mojnë me përshëndet, e mojnë fshotin vetë, e pastrojnë, e paguajnë njëri, na vynë pore të bëjnë, na jopin, na vynë për smuj, për sot që ta është në pëqit i televizionin, më mua asoj shoqotës, së du shumë qëjnë. Si shtetën për du më mprejkë, si shtetën në institucionet, po. Dëra shtetet për du më mprejkë. Jo te si krenore. Si krenore luedhesh njerë, ma luedhesh. Po flasim në mënyrë të institucionale. Institucionale, po flasim për këtë. Sa janë rujtë edhe këto dëshmi, pra? Sa ka rëndësi edhe kjo? Se thatë edhe në hapit e misioni që tashmë veç shumë prej tyre dhe po vdesin. Bashkë më të gjithë për 15 janar së në të imaj 3 vetë kotër, se kanë dhekë. Do të ashtë smirët heqë, nga zmija dëstoni, nuk mirën e kanë dënu një sërbë, e janë të këqyri jetën e vetë në shku jashtë, ditën e mirë. Një gjemë ka metë për me 15 janar ka metë e beqe vetë, një metë të emin e vetë, une, unë byllë puna të unë. Edhe ata ketë janë matë më që mësone, a disa i kemë logjët që i në bo ato, që i kanë po. E për që ta. A ka qenë, pra, e dim ju, a ka qenë, sepse është e vënuar drejtësia, pra, 20 sa vite për të ngritur këta akuzat, edhe për të arestu. Pse kjo? Ta është më të thonë une, tyje, më të kalëzu një fotografi tamen në 2000 të në atë më të nonës, nuk e di, më ka pru një gazetor, ti nuk më njemë mua. Sëtë më 27 vjetë, për njau në atë qkave në tje, edhe me paslu, me tonë me paslu, nuk njën se u kuhe gjotësh. Po. Kuhe gjotësh, drejtësia u vanu në Kosovë. Gjykota këna posë minan mas luftës. Pavarësia nuk u shpolë që 30. Këtu më duhet u shu në rehe më se këpët. Pra s'ka pas interesim, thjesht prej institucioneve. A ju kaftu ndë njëherë juve prokuroria speciale, për shamo për të dëshmu? Po, në ka lajmëru, e na intervistu, ta është edhe që ata gjenë që ka në intervistu, në prokurori, ata kanë vdekë, 3-4 këna mitë. Pra ndaj duhet që më shpejt. Po, duhet më shpejt. Edhe unë e gjatë djetë, gjema gjatë të dyja i tjetëri, u kry puna junë. Që s'fëllëm, edhe që s'dënë fëllëm na, në jesa shka fëllë gjolja. Me qenë se jemi tek fundi i emisionit, flasim pak edhe për kujtesën kolektive, e përmendëm dhe më herët, pra thamë që kemi filluar që t'i harojmë. Naturisht janë këtu edhe emisionet që i zhvillojnë njëni edhe ju, dëshmit e gjalla asaj që kemi përjetu, po me kujtesë kolektive në përgjithësi si jemi, si eshemi? Une tregova në fillim. Televizionet gjithë i kumë përgjeq, gjithë dhe mësë me posë kjo tregova që që e kumë posë të hote, mësë me pasë unë televizionet. Edhe na do dëshmitor, që këna me të krejtë Kosovën, krejtë ka posë me hupë, për institucione, për kolekte. Kanë posë me hupë krejtë. Shqyqër zëvët e janë të full edhe dosin në drenice, në krushe krejtë, a për shtetë, pushijet. A keni ndonjë mesazh për fund për institucionet e drejtësisë? Për institucionet e drejtësisë e kam mesazhin në emën tamin edhe të fshatit që drejtësia me ja fillu mineran se çdo sërb që u konë shtime, a çdo sërb i shtimës ka morë pjesë në masakrën e Reçokit. Se nuk unë të thashë u konë organizune. Edhe atë plokin ku shere kam që i konë që i rejhen televizor. Thojnë qaj sërbi që im shanë ka pingjikit. Thojnë e ka rej. Edhe ka vdek në Macedonia ko vërën në Baci Asman, sët prej tyngve. I lutna pe presidentës e kryeministrit e gjithve, ti lo më e nëutët politike, drejtohem me vendin tënë, ta ndërtojmë këtë vend se me shumë mëne kena fitu, me shumë sakrifica kena fitu. Të bojt gorë, për që atyjt e kena ndërtu një shpi. E mos të aprishëm mas 27 vjetë. Se zëra është me ndërtu shpi. Kem qef krejt me ndërtu shtetin. Njëherë diku i ka ro. A mendoni që do të ishin të knaqur me Kosovën sot gjithë ata që kanë dhënë jetën për liri?
Jo, një shet që jam e kushene e kam edhe shet një farafrimi, edhe për me një fjollë thot qëqyr që kanë pëmëllimin ata që kanë dek. Ata që kanë dek mu së pëmëllimin heq. Pëmëllimin gjallit që kanë punu këtë ven edhe janë të hjek. Sa i kam qelë sët nuk e shemë. Shka në shto bosat. E na gjallit për shuhëm. Ata në namin, mësutot. Ata në namin, so herë, bojmë keq ata në namin. Shpirtat të tyve. Ata bile nuk shuhen shka në shto bosat. Faleminderit shumë për kohën edhe njerë që keni gjetur t'jeni pjesë e emisionit personale për herë të parë, sepse në emisionin personale kemi pasur rrëfime të mbijetuarve të masakrave të shumta që ka ndodhur në Kosovë, tashmë jeni pjesë edhe ju e këtij cikli të rrëfimeve. Dëshiroj shëndet në radhë të parë, pastaj gjithë të mira dhe sigurisht që gjithmonë do t'jemi të hapur për të treguar të vërtetën edhe njerë e po ashtu për cjellur në kujtesë gjithë atë se çfarë ka ndodhur, sidomos për gjeneratat e reja. Edhe unë e falenderoj, edhe unë jam i gatshëm për ta që edhe në Serbi me shumë. Beograd me dhu dëshmi. Sot as për smuj nuk shkoj, as për rrugë nuk shkoj, edhe pore me pos për ta edhe për çdo, për të gjithë vronit e Kosovës, shumë respekt për familjet e tyve. Edhe jem të i munu, edhe që ta familjarë tyve që jem të i përmen gjdo herë, edhe puna nuk po në hecë. Faleminderit shumë. Edhe juve notën e mirë, shumë faleminderit. Miqtë dashur, ju falenderoj për vëmendjen, vazhdoni të shoqëroni edhe me tutje me programet e televizionit të Ka Gjini, do takohemi me emisionin personale javën tjetër, natën e mirë.